Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Serbia dhe spastrimi etnik I heshtur. Lugina e Preshevës në epokën e shpërqendrimit amerikan. Në Ballkan, historia nuk përsëritet kurrë rastësisht. Ajo kthehet zakonisht në momentet ku vëmendja e fuqive të mëdha largohet. Sot procesi I spastrimit etnik të heshtur ndaj shqiptarëve në Medvegj, Bujanoz dhe Preshev po zhvillohet pikërisht në një kontekst gjeopolitik të favorshëm për aktorët revizionistë të largimin e gradual të fokusit amerikan nga Evropa dhe Ballkani. Shpërqendrimi amerikan, një dritare historike për aktorët rajonal e megjër. Shtetet e Bashkuara janë gjithnjë më të përqendruara në Indo-Paqësor, në rivalitetin me Kinën dhe menaxhimin e krizave globale që tejkalojnë kontinentin evropian. Evropa dhe veçanërisht Ballkani Perëndimor po trajtohen gjithnjë më shumë si hapësirë dytësore stabiliteti e deleguar te Bashkimi Evropian. Kjo zhvendosje strategjike ka pasojë të drejtë për drejta. Vakumin e vëmendjes krijon hapësirë për politika graduale por të pakthyeshme, të cilat nuk shkaktojnë kriza të menjëhershme sigurie, por prodhojnë rezultate strukturore në terren, siç është ndryshimi demografik apo I përmbajtjes etnike të një zone të caktuar. Në këtë kontekst, Serbia vepron jo me logjikën e konfliktit të hapur, por me logjikën e faktit të kryer administrativ, e bindur se çështje të tilla lokale nuk do ngrihen në agjendën prioritare të Washingtonit apo të Bashkimit Evropian. Serbia, ndryshe nga Kosova, nuk përballet me një krizë të njohjes ndërkombëtare, por me një krizë të thellë të sovranitetit normativ, të rregullt, demokratik dhe strategjik. Serbia nuk e ka njohur dhe përpiqet mos njoh Kosovën. Ndaj kjo krizë manifestohet në 3 nivele. Refuzimin sistematik për të pranuar realitetin juridik dhe politik të pavarësisë së Kosovës, duke ruajtur një narrativ shtetërore, revizioniste dhe destabilizuese. Ambivalenca strategjike ndërmjet procesit të integrimit dhe evropian dhe ndërtimit të aleancave me aktor autoritar jo perëndimor si Rusia apo Kina. Dobësimi I standardeve demokratike dhe konsolidimi I fenomenit të kapjes së institucioneve publike, state capture, që është norm në Serbi. Serbia ndodhet kështu në një paradoks strukturor, formalisht sovrane, por politikisht e bllokuar në një model shtetëror të orientuar nga e kaluara dhe nga interesat e ngushta të elitave politike të serbe apo dhe atyre ruse. Ballkani shihet si hapësirë konkurruese. Ky është citimi I fundit I Lavrovit 2 ditë më parë. E nga ky citim ne duhet të nxjerrim mësime. Kjo situatë nuk ka kaluar pa u vënë re nga Moska. Ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov ka artikuluar hapur visionin strategjik të Rusisë për rajonin, duke deklaruar se Ballkani është një fushë, një hapësirë kur perëndimi po humb vëmendjen dhe kur Rusia ka interesat dhe do mbrojë interesat e saj tradicionale, që kuptohet se cilët janë dhe çfarë shteti ato mbështesin. Një nga deklaratat e tij më domethënëse është theksimi se Ballkani nuk është oborri I askujt dhe Rusia nuk do të lejojë që interesat e saj historike në rajon të anashkalohen. E pikërisht në një kohë kur Rusia është e angazhuar me luftë në Ukrainë. Ky mesazh nënkupton qartë se çdo vakum perëndimor do të shfrytëzohet në Ballkan nga aleatët rajonal të Moskës dhe Serbia është nyja kryesore e këtij projekti. Në këtë kuadër, presioni demografik ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk është thjesht çështje brendshme serbe, por pjesë e një ekuilibri më të gjerë gjeopolitik, ku spastrimi I heshtur shërben për konsolidimin territorial politik. Neutralizimi I adresave është rruga politike në këtë kohë të vakumit strategjik që po përdoret nga Serbia. Politika e pasivizmit apo neutralizimit të adresave është shembulli më tipik I kësaj qasje. Qëndrimi zyrtar I Beogradit e paraqet atë si një verifikim ligjor dhe pastrim të regjistrave civil.
por në realitet ajo zbatohet pothuajse ekskluzivisht ndaj shqiptarëve dhe prodhon pasoja politike, sociale dhe kombëtare. Kjo strategji është e dizajnuar për një kohë kur nuk ka vëmendje të shtuar ndërkombëtare, nuk ka presion amerikan të drejt për drejt dhe reagimi evropian mbetet procedurial e ngadalshëm. Me fjalë të tjera, është një farë inxhinierie demografike për kohë pa kriza. Parajmërimet e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe heshtja e ndërkombëtarëve. Në këtë realitet, kanë artikuluar qartë kundërshtimin e tyre organizatat shqiptare në diasporë, veçanërisht Lëvizja Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, e cila ka parajmëruar se pasivizimi i adresave përbën formë moderne të spastrimit etnik të maskuar nga gjua administrative. Liga ka theksuar se heshtja ndërkombëtare nuk është neutrale, ajo legjitimon praktikën duke shndruar atë në precedent të veçantë të papranueshëm në kushte normale të angazhimit amerikan në Ballkan. Kjo politikë do të ishte e sfiduar drejt për drejt si shkelje e standardeve demokratike, por sot ajo kalon nën radar. Cili është mësimi i Vranjës në epokën e multipolaritetit? Rasti i Vranjës pas vitit 1878 na mëson se spastrimi etnik nuk ndodh gjithmonë në kushte lufte, por shpesh në momente riformatimi të rendit ndërkombëtar. Sot, në epokën e multipolaritetit dhe të rivalitetit ndërmjet fuqive të mëdha, Lugina e Preshevës rrezikon të bëhet viktima kolaterale anësore e këtij tranzicioni global. Si përfundim, kur vëmendja mungon, historia ecën përpara, por s'dihet në shtrejtim. Largimi i vëmendjes amerikane nga Evropa, qëndrimi formalist i BE-s, paralajmërimet e injoruara të shoqatave shqiptare, artikulimi i hapur i interesave ruse në Ballkan krijojnë një kontekst të rrezikshëm. Në këtë mjedis, Serbia po vepron me qetësi burokratike për të arritur atë që Vranja arriti me dhunë në vitin 1878. Dhe dy shtetet shqiptare nuk po merren sa duhet me këtë çështje. Historia e Vranjës është paralajmërimi. Lugina e Preshevës është testi, heshtja ndërkombëtare është bashkëfaqësia. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu po ngrem vëmendjen tonë kombëtare për një çështje madhore për kombin shqiptar, për pakicat shqiptare në Serbi, në Preshev e Bujanoc. Shqiptarët janë shqiptar e do mbeten për jetë.